Pikërisht, zoti Londo, desha të ndalesha te rolet e saj, sidomos në teatr ajo ka bërë mbi 150 role pra në teatr. Ndërsa në filma, rreth 40 filma pra ka qenë protagoniste. Pyetja ime është, këtë do të vlerësonit ju si regjisor në roli i saj më i mirë në skenë? Cili ka qenë? Natyrisht që unë jam me një distancë moshe, jam një brez tjetër dhe disa role të cilët pedagogët e mi ajo vetë i mbajnë të skalitura, si që është Ofelia, apo Dhelbra dhe Rusht, apo role të tjera nga dramaturgjia botërore, përfshiktu edhe dramaturgjinë kombëtare, e bëjnë atë unike. Më tepër se sa diferenca midis roleve është diferenca e saj me kolegët, diferenca e saj si një talent i madh, si një grua me shpirt të bukur, si një grua e bukur, si një grua që gjithçka që krijoi deri tek djemtë e saj ishin erën të bukur. Gjithmonë subjektive kjo koncepti për ose vlerësimi për rolet. Por ajo do të mbahet më të gjatë për të gjitha rolet në skenë, në kinema, edhe për rolet në jetë. Si nën, si bashkëshorte, si gjyshe. Qartë. E kam një çik të vështirë sepse unë kam pasur fatin të punoj edhe me të madhin Ndriçim Xhepa, i cili është një dimension tjetër, një madhësi tjetër përballë nënës së tij, por në mjaft të raste ajo më ka ndihmuar edhe është përpjekur deri në fund të jetës për një harmoni midis të punës ime edhe punës së Ndriçim Xhepit. Qartë. Për ta mbyllur, zoti Londo, ajo është cilësuar si nëna e teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Ndoshta ky është titulli më i madh që merret në karrierë, apo jo? Po, është një nën, është një zonjë e madhe. Sot jemi të dëshpëruar, nesër do t'i rikthehemi roleve të saj, por njëkohësisht do ta mungoj edhe fizikisht, nuk është e lehtë. Qartë. Sepse jemi mësuar me praninë e saj fizike, jemi mësuar me zërin e saj të ngrohtë. Nga teatri, kinemaja deri tek poezit që e recitonte me aq ndjenjë edhe aq bukur. Qartë. Zoti Londo, ju falenderoj që ishit pjesë e ditarit qendror të lajmeve në A2 dhe për këto fjalë të ndjera për aktoren e mirënjohur Margareta Xhepa. Faleminderit e juve për homazhin dinjitoz për artisten tonë të madh.